Josefina Topalli, aktualisht deputete e Partisë Demokratike në legjislacionin e ri, ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale momente nga dasma luksoze e djalit e saj, Genar Topalli, me Cindy Marinën, e cila u mbajt në bazilikën e Shënmërisë të Altarit të Qiejve në Rom. Në një postim në Facebook, Josefina Topalli shkroi: "Në bazilikën e Shënmërisë të Altarit të Qiejve në Rom, Genari dhe Cindy kurorzuan dashurinë e tyre. Si nën, ky ishte një moment i paharrueshëm, plot emocion dhe mirënjohje. Uroj që martesa e tyre të jetë gjithmonë e mbushur me dashuri, respekt dhe bekim nga Zoti." Ishin fjalët që Josefina Topalli kishte zgjedhur për martesën e djalit të saj. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se si dasëm bëri mjaft buj duke ditur shpenzimet e ceremonisë dhe vendin ku mbajt martesa. Stafi jon i uron çiftit të jetë të lumtur dhe së shpejti me një fëmijë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.